Mirë, kthehemi dhe flasim pak për mënyrën se si është bërë opozita. Ne dim se është bërë opozita në Shqipëri, sigurisht protagonistë është Partia Demokratike, ka një mënyrë të vetën, protesta, cilat i ka pasur jo rrallë edhe masive, protesta cilat kanë ardhur në zbeje. Ndoshta kanë ardhur në zbeje jo sepse nuk ka kaos, por sepse shqiptarët ndoshta duan diçka tjetër, duan një mënyrë të re të bërit opozitë. Edhe e kanë për Dorinën pastaj dhe pastaj për Janën. Po Dorina. Pra mënyra e bërit opozitë themun, është thelbi i debatit. Pra mënyra se si është bërë opozita në këtë vend dhe mënyra se çfarë presin shqiptarët. Shqiptarët duan opozitën. Ne kemi sondazh ta publikojmë sonte në darkë, ku janë mbi 40% e shqiptarëve që duan një opozitë tjetër, Dhe ju ndërkohë jeni realitetë, pra fakt te ky 40% po ja them që tani nga shifrat që ka bërë Losha nuk rezulton që jeni ju partitë e reja. Pra këtu ka pra përveç mbështetjes që keni ju partitë e reja, ka dhe një 40% tjetër i cili do të ketë një opozitë tjetër. Po nuk e shikon të tek ju. Është fakt që ne jemi një parti 2 vjeçare, pra sigurisht kemi ëndra të mëdha, ambicie dhe kemi punuar jashtëzakonisht shumë, por në thelb ne mbetemi vetëm 2 vjeçar, pra të gjithë shqiptarëve do të duhet kohë që të na njohin. Ndërkohë, nga programi që kemi shpalosur në fushatën elektorale të zgjedhjeve të kaluara, ka qenë një program i jashtëzakonshëm, shumë pika të cilit u kopjuan nga vetë Edi Rama, sepse ai nuk kishte dhe gjithë Partia Socialiste nuk kishte asnjë program, fushata e tyre ishte vetëm tallava dhe gjithçka që bën. Sa të ketë ato përballë tallava të ketë. Po, njëra nga pikat ishte arsimi gjithë ditor që ata duhet ta kishin realizuar në shtatorin 2025 së kështu ishte premtimi, nuk e realizuan. Programi ynë parashikonte që fëmijët të kenë një pagesë mujore për të blerë përmes një karte për të blerë disa shpenzime kryesore, bazike, jetësore apo shkollore. Pikë tjetër ishte krijimi i qendrës së fertilizimit in vitro, e cila të nxjis apo të kundërshtoj planin e shpopullimit ku po kalon Shqipëria, duke nxitur lindshmërinë, duke mbështetur financiarisht çifte të cilat e kanë të pamundur të lindin fëmijë dhe kanë të pamundur të paguajnë shifrat marramëndse për fertilizimin in vitro. Edhe këtë pikë e ka shpalosur Edi Rama, por nuk e ka realizuar. Po flasim tani që është realiteti krye që ai është në qeverisje për momentin. Tani ne jemi në protest dhe protesta është një tjetër aksion. Pra protesta nuk mund të ngjajë me një fushat edhe me ide. Ne tani kundërshtojmë dhe nxisim revoltën qytetare. Ky është qëllimi. Jani, është kundërshtimi mjaft? Unë jam shumë dakord me atë që thatë ju më herët, domethënë që duhet një lloj tjetër opozite. Ndërkohë tek inserti që shfaqet më përpara e pasqyruat aktivitetin e partive të reja si çështje votesh. Fuqia që kemi ne nuk është tek vota, është tek thjesht dalë votash. Në kuptimin votoj ka qenë edhe sa herë keni folur, sa herë s'keni folur. Po duhet dalë, pra duhet dalë që domethënë detyra e një partie të re dhe të vogël, siç jemi edhe ne në këtë fazë, është të artikulohet. Po dakord, të re. Kështu na pëlqen dhe neve. Edhe unë quaj partitë të re. Ideja është, detyra jonë është të artikulojmë. Partitë e vogla e kanë marrë partitë e mëdha e kanë futur. Detyra jonë është të artikulojmë të vërtetën me zë të lartë dhe në mënyrë shumë qytetëruar. Dhe për shembull seanca më e rëndësishme që ishte sesionit shkuar ishte miratimi i qeverisë që kaloi në mënyrë, domethënë ai model është, si thua, vetvrasje për një opozitë. Por partia e Sali Berishës do të jetë gjithmonë numri 2, e ka kuptuar dhe atë strategji e ka për të mobilizuar militantët e vet. Ne edhe deputeti Redi Muçi është artikuluar kundër kësaj mënyre se si menaxhohet seanca. Kjo i ka si thua, i ka shkuar për shtat edhe Partisë Socialiste edhe zotit Peleshi për të mbyllë seancën ku ka pas një lloj konflikti, pa pasur si thua përpjekje për ta sjellë diskutimin në një rend të qytetëruar. E sabotoi Partia Demokratike. Para se të ktheheshim në parti, ne mblodhëm me shumë mundim, e them këtë, 21.000 firma për të propozuar një ligj për minimumin jetik. Dhe Papik Turpi, kuvendi i shkuar, e mbajti 2 vite e gjysmë atje dhe na i ktheu në gusht zonja Spiropali, kush ishte. Spiropali. Dhe tha, mbaroi afati, po ju a kthejmë projekt ligjin mbrapsht. Tani kemi fatin që të çojmë në parlament projekt ligje të reja. Natyrisht nuk kemi fuqinë të miratojmë ato. Kemi mundësi të themi ja ku është ligji, ja ku është ligji tjetër për kodin e punës, e kështu me radhë. Dhe këtë do bëjmë nëse do ketë një normalitet. Por nëse vazhdon opozita dhe që përplasen me karrige çdo seancë, thash Partia Socialiste si thua është rastëjartë për ata që të ketë konflikt në këtë moment. E vërtet. Ktu ke drejtë. Ergjys. Po, unë nuk është çështje modernizmi, jo modernizmi, jo është modernizmi. Duhet të them këtë që ajo që thot Jani që
mjafton thua është vërtetën, dhe kjo s'është as moderne, as tradita, as e vjetër, as e re. Domethënë është e vërtetë është e vërtetë. Moderne është, në një skemë politike ku gënjet për 35 vjetësh, moderne është thua është vërtetë. Se ne kemi shtrembruar normalen, ne kemi bëra normale dhe thjesht normal pastaj ngjasi kur po sjell një gjë të veçantë të çuditshme. Kjo e di, unë vdes për këtë fjalën normal, unë vdes, mbaroj. E di sa shefum kam, kem një opozitë normale, kem një treg normal, kem një media normal.